Zoti yt, sa I mrekullueshëm emri yt. O Zoti yt, sa I mrekullueshëm emri yt. Ti në qellë lavdin e ke vendosur, ndaj gjithçka tjetër lavdëron. Ti që diellin hënën ke krijuar, prap tek unë ti het syt. O Zoti yt, sa I mrekullueshëm emri yt. O Zoti yt, sa I mrekullueshëm emri yt. Ti në qellë lavdin e ke vendosur, ndaj Amen. Mirëmbrëma. lavdëron. Ti që diellin hënën ke krijuar, prap tek ne ti het syt. Haleluja. Mirëmbrëma Afife, mirëmbrëma Elion, mirëmbrëma dhe ju të tjerëve që jeni, mirëmbrëma dhe ju që do vini, mirëmbrëma dhe ju që do na dëgjoni pasi që ngjarmë në live. Mirëmbrëma. Si? Zoti I bekoftë shumë të gjithë, motrat e vëllezërit që janë bashkuar me ne dhe ata që do të bashkohen në vazhdim. Amen. Por edhe ju që nuk do bashkoheni nuk ka rëndësi, Perëndia ju bekoftë shumë të gjithëve. Amen, të gjithë. Haleluja. Afife, sot do të marr rolin. Jo, po unë kam të vetmi rol, si do ma marrësh veta. Sot do të marr rolin. Unë do lexoj psalme, ti do bësh interpretimin. Dhe unë do të them diçka. Ja, shikon? Me hirin e Zotit, unë mund të kem një surprizë pak më vonë për ty. Dhe për të gjithë, motrat dhe vëllezërit. Hirin e Zotit. Surprizë nga ti apo në bashkëpunim me ndonjë tjetër? Unë jonë, se unë nuk di të bëj surpriza. Jo më, tani surpriza gjithmonë nuk tregohen, po. E dëgjua pas ka surpriza sot. Edhe unë do surprizohem, kështu që mirë se vini. Nëse, me hirin e Zotit, nëse Zoti do, që kjo është surprizë të realizohet, Zoti do gjithmonë atë që është në ndërtimin ton, atë që është në bekimin ton. Amen, aleluja. Amen. Jo më kot tash do të marr rolin sepse kam dëshirë të lexoj një psalm dhe kam dëshirë të lexoj vetë. Po, ja, po ta jap vetë me dëshirë rolin tim. Atëherë, kisha dëshirë, sepse kisha në zemër në fakt I kam pasur në mendjen time këto vargje, është fjalë për psalmin 139. Amen. Ja ta hapim te psalmi 139. Po, hapeni të gjithë tek psalmi 139. Mirëmbrëma motër Sara, mirë se erdhe. Zoti të bekoftë të dashur. Ti më ke hetuar o Zot dhe më nje. Ti e di kur ulem dhe kur ngrihem. Ti e kupton nga larg mendimin tim. Ti e shqyrton me kujdes ecjen time dhe pushimin tim. Dhe I njeh thellë të gjitha rrugët e mia. Sepse edhe para se të jetë fjala mbi gojën time, ti o Zot e di atë plotësisht. Ti më rrethon nga pas dhe përpara dhe vë dorën tënde mbi mua. Amen. Njohja jote është shumë e mrekullueshme për mua. Aq e lartë sa unë nuk mund të arrij. Ku do të mund të shkoja larg frymës sate, ose ku do të mund të ikja larg pranisë sate? Në rast se ngjitem në qiell, ti je atje. Në rast se shtrish shtratin tim në Sheol, ti je edhe aty. Në rast se marr krahët e agimit dhe shkoj të banoj në skajin e detit, edhe aty dora jote do të më udhëheq dhe dora jote e djathtë do të më kap. Po të them, me siguri terri do të më fsheh, madje edhe nata do të bëhet dritë për mua, rreth meje. Terri vet nuk mund të fshehë asgjë.
Madje nata shkëlqen si dita. Terri dhe drita janë të barabartë për ty. Po, ti ke formuar të përbrëndshmet e mia, ti më ke endur në barkun e nënës time. Unë do të kremtoj, sepse jam krijuar në mënyrë të mrekulluar. Veprat e tua janë të mrekullueshme dhe unë e di shumë mirë këtë gjë. Kockat e mia nuk ishin një fshet për ty kur u formova në fshetësi, duke u endur në thellësitë e tokës. Dhe sytë e tu pan masën pa trajtë të trupit tim, dhe në librin tënd ishin shkruar ditët që ishin caktuar për mua. Megjithse asnjë prej tyre nuk ekzistonte ende. Oh, sa të çmuara janë për mua mendimet e tua, o Perëndi. Sa i madh është gjithë numri i tyre? Po të doja të numëroja, do të ishin më të shumta se rëra. Kur zgjohem, jam ende me ty. Me siguri, ti do të vrasësh të pabesin, o Perëndi. Prandaj ju njerëz gjakatar, largohuni nga unë. Ata që flasin me pabesi kundër teje, armiqtë e tu përdorin më kot emrin tënd. A nuk i urrej valla ata që të urrejnë? Ata që të urrejnë, o Zot? A nuk i urrej ata që ngrihen kundër teje? Unë i urrej me një urrejtje të përsosur. Ata janë bërë armiqtë e mi. Më heto, Perëndi, dhe njihe zemrën time. Më provo dhe njihi mendimet e mia. Dhe shiko nëse ka tek unë një rrugë të keqe dhe më udhëhiq në rrugën e përjetshme. Amen. 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 Më mbrëma Alban, më mbrëma Mishnerë. Pra jemi tek Psalmi 139 dhe unë po lexoj pak dy vargjet e fundit. 23 dhe 24. Më heto, o Perëndi, dhe njihe zemrën time. Më provo dhe njihi mendimet e mia. Dhe shiko nëse ka tek unë një rrugë të keqe dhe më udhëhiq në rrugë të përjetshme. Amen. Ne mund të kërkojmë shumë gjëra Zotit. I kërkojmë gjëra për të cilat kemi nevojë, i kërkojmë që vullneti i Tij të bëhet në jetën tonë, por më pëlqen ky psalm, edhe më pëlqen specifikisht ky varg. Edhe shpesh herë ja këndoj në një farë mënyrë Perëndis këtë varg, duke i kërkuar atij të më hetoj. E dini që ndonjëherë, sepse frymrat, ato që vijnë nga jashtë nuk janë nga Perëndia, pra ato që nuk kanë të drejtën brenda nesh, sepse në ne ka të drejtë vetëm fryma e shenjtë. Por ato që nuk kanë të drejtë, përpiqen të vinë gjithmonë në mënyrë lajkatare. Përpiqen të vinë në një mënyrë që jo që ne t'i vëmë re që ato po na sulmojnë, por në një dinakëri në të cilën të na bëjnë që ne të ndihemi rehat, komod në shoqërinë e tyre. Dhe kështu ato kërkojnë të fitojnë terren në ne, në mendjen tonë, dhe kërkojnë që ta drejtojnë mendjen tonë, por duke i dhënë ne konfirmimin që pra nuk na vijnë duke na sulmuar, sepse nëse dikush, një armik për shembull do vi me shpatë, pa diskutim ne do t'i përgjigjemi me shpatë. Por kur një armik na vjen në dinakërinë e vet, aty duhet të jemi vigjilent. Aty vërtet, në rast se për shembull, ndoshta të gjithë kemi karaktere të mishit ton, karaktere të tipit ton, domethënë të marra nga vetë jeta ose nga situata ndryshme dhe ne e quajmë pra këtë huq apo si mund ta quajmë si pjesë të karakterit ton. E megjithatë e dim që nëse diçka nuk është e pëlqyeshme për Perëndin, ne mundohemi për shembull ta largojmë nga vetja. Në të njëjtën mënyrë, ato që ne kemi marrë për shembull me përditshmërinë tonë, ndoshta nga familja, ndoshta nga shoqëria, ajo lloj sjellje, ta themi kështu, ajo lloj sjellje që ne mund të kemi marrë, pra ne përpiqemi ta heqim. Por është një lloj sjellje që nëse vjen me dinakëri, as ne vetë nuk e kuptojmë që po veprojmë në mënyrë të gabuar. Prandaj edhe Davidi i thot Perëndis: Më heto, o Perëndi, dhe njihe zemrën time. Diku në një varg tjetër thuhet që zemra është shumë e thellë.
kush mund ta njohë atë? Prandaj të dashur, të mos mendojmë dhe të mos mbajmë me të madhe se ne dim dhe se ne jemi shumë në rregull me Perëndin. Dhe të mos justifikohemi vetëm me këtë vargu themi, po e di që edhe unë nuk jam i përsosur, e di që jam mëkatar. Mos u mjafto vetëm me këtë, por kërkoj Perëndis dhe kërkoj atë me përulësi, që ai të jetoj zemrën tënde, që ai të jetoj ty, që ai të më jetoj mua, pra që ai të na jetoj të gjithë ne. Është thuhet një shprehje, më shumë për nënat, kur fëmia është i vogël, thuhet që doktori më i mirë i fëmijës është nëna e vet. Pse është nëna e vet? Sepse nëna është ajo që rri në të shumtën e kohës me fëmijën. Prandaj ajo njeh çdo lëvizje, ajo njeh çdo të qeshur, ajo njeh çdo shqetësim, madje që edhe nëse fëmia nuk ankohet, por ajo thjesht duke parë në fytyrë e kupton që diçka nuk shkon me fëmijën e saj. Ose ajo thjesht duke parë në fytyrë, kur e shef atë të qeshur, ajo kupton që fëmia e saj është i gëzuar. Sepse ajo është gjithmonë ata. Dhe kush është gjithmonë me ne? Kush është gjithmonë me ne? Madje edhe vetë mendja jonë, jo ndonjëherë, por nuk është gjithmonë me ne, sepse mendja jonë ndonjëherë ikën tek problemet, ikën tek shqetësimi, ikën tek dikush që ne mund të kemi në mendje, ikën tek fëmijët tanë, ikën tek prindërit tanë. Mendja jonë ikën diku. Fryma e shenjtë, fryma e Perëndis, nuk ikën nga ne. Ky ngushëllues që Jezusi na premtoi, që do jetë me ne deri në mbarim të botës, ky ngushëllues është gjithmonë me ne, nuk ikën. Dhe prandaj le të kërkojmë pikërisht këtij Perëndie që na ka dërguar këtë ngushëllues, që të hetoj të thellat tona, të hetoj zemrën tonë, të hetoj mendjen tonë, të hetoj hapat tona, rrugët tona, të hetoj jetën tonë. Prandaj dhe ky psalm flet pothuajse për të gjithë pjesët e jetës së njeriu. Që t'i kërkojmë Perëndis të hetoj rrugët tona, sepse thotë se ti më njeh dhe ti e di kur unë ulem dhe kur unë ngrihem. Ti e shqyrton me kujdes ecjen time. Pra sa me detaje, aty mos qesh sepse unë e di se po qesh. Unë e di se po qesh. Geri, rriurt. Geri rriurt, se me ty e ka. Ti më ke jetuar o Zot. Si? Zoti e bekoft Gerin dhe të gjithë motrat e vëllezërit që janë me ne. Amen, por që e gjeta. E gjithë. Ma tregoj frymë e shenjtë, Geri, ma tregoj frymë e shenjtë. Po. Mirëmbrëma më të Lidia, mirëmbrëma të gjithëve. Po. Mirëmbrëma, po mund të japësh një përshëndetje të gjithëve, kush. Geri, Perëndia e di. Mirëmbrëma Valentina, mirëmbrëma Geri, mirëmbrëma Vitore, mirëmbrëma Nasip, mirëmbrëma Lidia. E mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma të gjithë. Pra, do doja që ti rishikonim edhe një herë duke medituar pak mbi vargjet e këtij psalmi, sepse faktikisht sot nuk po themi që po ndajmë ndonjë mesazh të caktuar, por meditim nga fjala e Zotit. Le ta quajmë si meditim i ditës. Meditoni në këtë rast jo vetëm çfarë mund të keni bërë në ditën e sotme, por meditoni ato çfarë mund të keni bërë nga momenti që keni njohur Krishtin edhe deri më sot. Të meditojmë mbi ato nuk do të thotë që të fajsojmë veten apo të mbajmë veten të ndëshkuar për ato çka mund të kemi bërë, por të meditosh do të thotë që të dim
se çfarë Perëndia ka bërë për ne, të jemi një njohës Perëndis, ta falenderojmë Perëndin, dhe po ashtu të hetojmë duke të meditojmë duke hetuar ato gjërat të cilat nuk janë nga Perëndia. Ato gjërat të cilat na marrin kohën, ato gjërat të cilat na shpërqendrojnë, ato gjërat të cilat na pengojnë të shohim drejt vullnetit të Perëndisë. Ato gjëra që na bëjnë që ndoshta pa dashur ose pa e kuptuar dhe ne vetë na devijojnë. Ose na shpërqendrojnë mendimet duke na bërë të ndalojmë të ecuri përpara dhe na mbajnë të rrimë në vend. Ne nuk jemi thirrur për të ndalur në vend, jemi thirrur për të ndjekur Krishtin. Dhe nëse ulemi siç jam ulur kështu, kam kryq tani këtu në tokë, nëse rini kështu ulur nuk e ndiqni të Krishtin. Duhet të çoheni nga rahatia juaj dhe ndiqni Krishtin. Amen. Okej, unë po çohem aty, po ta lë tyravën dhe po çohem të iket ndjek Krishtin. Okej, ti ke diçka për të ndarë përpara se unë të filloj një meditim? Unë do të thoja Mirëmbrëma Fredi Muzëqari. mirëmbrëma. Nesër do jemi dhe më mirë. Zoti të bekoft shumë. Amen. Lutra, Me mbrëma dhe Nelit, sepse të mos përjashtojmë asnjë. po. Mirëmbrëma të gjithëve. Faleminderit që jeni bashkuar me ne. Faleminderit Perëndis për fjalën e tij. Lutra, nëse më lejon, unë do të ndalem vetëm do t'i rilexoj 3 vargje, shumë shpejt do t'i lexoj. Mirëmbrëma Geri. Do të lexoj pak duke filluar nga vargu 7. Ku do të mund të shkoja larg frymës sate? Ose ku do të mund të ikja larg pranisë sate? Të lutem pak seriozitet tani. Po. Ju kërkoj ndjes të gjithëve. Gjesi ka dërguar ftesë, ke dëshirë të ndash një kurajim me ne Gjesi? Edhe Gjesi ka dërguar Gjesi ftesë? Po. Po. Mbas Gjesit shpresoj të kemi dhe një surprizë tjetër. Mos më thuaj që të doli surpriza sepse ftesa të vinte kun. Unë e di që do vinte këty, unë e di që ftesa do vinte këty dhe me hirin e Zotit mbas Gjesit unë shpresoj të kemi dhe një surprizë tjetër. Okej, ta shtoj Gjesi tani? Gjesi më konfirmon nëse je okej, nëse je gati. Atëherë, ju kërkoj ndjes të gjithëve, sepse vërtet nga që kemi përgatitur diçka të vogël dhe na ka bërë pak shaka ose e qeshura, por tani vërtet me seriozitet unë dua të lexoj këto vargje. Ku mund të shkoja larg frymës sate? Ose ku do të mund të ikja larg pranisë sate? Në rast të ngjitje në qiell, ti je edhe atje. Në rast të shtrish shtratin tim në Sheol, ti je edhe aty. Në rast të marr krahët e agimit dhe shkoj të banoj në skajin e detit, edhe aty dora jote do të më udhëheq dhe dora jote e djathtë do të më kap. Amen. Po të them, me siguri terri do të më fsheh. Madje edhe nata do të bëhet dritë rreth teje. Terri vet nuk mund të fshehë asgjë. Madje nata shkëlqen si dita. Terri dhe dita janë të barabarta për ty. Vëllezër dhe motra, çfarë do që të mendojmë, çfarë do që neve mund të flasim me njëri tjetrin, mund t'i kërkojmë njëri tjetrit, mund të mbulojmë gjëra ndaj njëri tjetrit, mund të shtiremi para njëri tjetrit, mund të fshejmë diçka para njëri tjetrit, por kur, asnjëherë, përpara Zotit. Amen, e vërtet. Asnjëherë nuk mund t'i fshehemi. Madje dhe vetë terri është dritë. Nata dhe dita nuk kanë asnjë dallim për atin ton. Kudo që ne mund të mendojmë se mund të fshihemi, jo para atij. Vetëm atë nuk mund ta gënjejmë. Ndaj le të jemi të vërtet, le të jemi të pastër përpara Zotit.
Le të jemi të ndërgjegjshëm përpara Zotit. Le të përulemi përpara Zotit, le të vëmë me pendes përpara Zotit. Le të jemi të vërtet, sepse ai e di se si jemi ne, ai e di kush jemi, ai di mendimet tona, edhe ato që ne vetë mund t'i kemi harruar. Ai e di se kush jemi. Amen. Ndaj, le të jemi të vërtet dhe të sinqert përpara Zotit, përpara gjithë. Le të kemi mendimet tona transparente përpara Zotit. Ai di, ai vetëm pret që ne të jemi të vërtet përpara Tij. Jemi të ndershëm. Ky psalm është vërtet i bukur, sepse e fillon deri që në fillim thotë, ti më ke hetuar o Zot, dhe ti më njeh. Ku do të mund të shkonim larg pranisë sate? Ai na njeh. Ai na njeh që në barkun e nënës sonë. Ai vetë na ka krijuar. Amen. Sepse edhe para se të jetë fjala mbi gojën time, ti o Zot e di plotësisht atë. Amen. Haleluja. Gjesti, ndërkohë që ti po qanë se ke dërguar ftesën pa dashje, unë përqaj që pse ishte pa dashje? Po pra. Pse ishte pa dashje, Gjesti? Ndërkohë që ftesa është akoma, mund të therras? Se jo mos ta thrasim Gjestin. Unë dua të falenderoj Zotin për gjithë vëllezërit dhe motrat dhe për gatishmërinë e tyre dhe për dëshirën dhe për zellin e tyre që kanë për fjalën e Perëndisë. Amen. Haleluja. Lavdia i qoftë Perëndisë. Okej, s'ka problem se e jashtë. Kështu që mund të na bësh një xhiro ani nga po ecën vetë, në rast se nuk do të dalësh. Okej? Presim lidhjen me Gjesin. Mirë mbrëma, Gjesi. Mirë mbrëma, bekime. Kënaqësi që jam me ju dhe me të gjithë teleshikuesit. I bekojnë emrin e Jezusit të gjithë sa janë. Vetëm se ka pak zhurë, do më falni. Ja, se mirë dëgjohesh. Në qoftë se Zoti do që unë t'jap ndonjë dëshmi, në qoftë se ma vënë në zemër, amen. Në rast se ke një dëshmi, mos priti Zoti ta vënë në zemër, sepse nëse Zoti dëshmin ta ka vënë në jetë, nëse Zoti ta ka vënë në jetë atë dëshmin, atëherë do të thotë që është dëshmi për të dhënë. Po, amen. Amen, pak më vonë se më dalin pak emocionet. Atëherë, Gjesi, thjesht na trego pak për shembull për jetën tënde me Zotin. Atëherë, jeta ime me Zotin, si gjithmonë, kemi sfida, kemi ulje ngritje, por që duhet jemi më këmbgulës në Krishtin, sepse kohët janë të mbrapshta dhe unë gjithmonë e përdor këtë frazë sepse është ashtu. Janë të mbrapshta dhe dashuria shumë kujt po ftohet dhe njëra prej tyre isha unë pak ditësh, por që me ngul dhe me ndihmën e Frymës së Shenjtë po ecim përpara. Se s'mund të them që jam një shenjtore në kuptimin e mirë fjalës, më kupton? Por që kemi sfidat, kemi provat, mishi nuk pranon që të futet në fjalë, në lutje, por që me lutje agjërim dhe adhurim, çdo gjë është e mundur në Krishtin Jezus. Sepse vetë fjala thotë që do të kemi mundime, por unë jam me ju deri në fund të botës. Deri në ardhin e Krishtit, ne do të kemi sfida, do jemi me këtë mish mëkatar, por që Fryma e Shenjtë na ndihmon që neve të ecim përpara dhe të superojmë çdo sprovë me Krishtin Jezus, sepse ai është ndihma jonë. Aleluja.
Aleluja, lavdi Zotit. Amen. Është e vërtetë që të gjithë do kemi beteja, por siç e përmendi edhe Xhesi që në botë të kemi mundime, por Jezusi na thot, merrni zemër, unë e munda botën. Amen. Pra, duke qenë se tashmë e dim që Jezusi e ka mundur botën, të mos e lejojmë botën të na tregojë ne sikur jemi ne të mundur. Ne jemi Amen. më Jo, shumë jo, nuk jemi të mundur. Amen. Ne do kemi ato luftrat tona në mish, por Bibla na thot gjithashtu që ne të luftojmë çdo mendim dhe çdo mendimin ton t'ja nënshtrojmë dëgjesës së Krishtit. Amen. Aleluja. Si do ta bëjmë këtë? Do ta bëjmë gjithmonë duke folur dhe duke shpallur fjalën e Perëndisë. Dhe duke rinovuar gjithmonë mendjen me fjalën. Amen. Amen. Dhe mua më Bekimi pëlqen shumë vllageri. këmbgulja jote Xhesi. Më pëlqen shumë këmbgulja jote kur thua, Zot, unë e kam këtë sfidë, po unë e dua, o Zot, unë dua të ndryshoj. Unë gjithmonë jam transparente dhe gjëja e parë që unë bëj kur prezantohem me një motë ose me një vlla, gjithmonë unë vej në pa ato defektet e mia. Dhe gjithmonë njerëzit bëjnë habitën, si ka mundësi që ti nxjerr në pa defektet e tua para të mirave, por që unë i Sepse pranoj janë që pikërisht ato që ti do të luftosh. amen, e pranoj gjithmonë, nuk e fsheh atë Të që nuk gjithë shkon kemi të defekte. shumë. Njeri nuk është i Amen. përsosur. Amen. Dhe lutemi që Zoti ato dobësitë tua t'i kthej në forcë në atë. Amen. 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 Uja Amen. jote dhe ajo që ndryshmëria jote të shpërblehet me bindje dhe me gëzim në Zotin. Amen. 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 Mirë, në gjë se po ndihesh në siklet, erën tjetër do ish më me pak emocione. Nuk jam në siklet, nga që jam jashtë dhe s'dua të ngatroj ndonjë bisedë, ndonjë temë, sepse jam në autobus dhe nuk dua. Nuk ngatron asgjë. Si motë? Nuk ngatron asgjë, përkundra si çdo fjalë dhe çdo dëshmi në Amen. Zotin është Gjesi, çfarë vargu ke marrë këto kohë të fundit që të ka bërë ty të reflektosh, të meditosh rreth atij vargu? Tani të tregojmë sinqert, që mos dukem gjoja këtu para lajfit që unë jam një medituese e mirë e Biblës. Kam ca ditë që unë nuk lexoj Biblën, sepse kam pas disa sfida, por që sot nuk ma ka lexu motra Biblën në anë telefonit dhe Zoti ka fol shumë dhe ishim ke Galatasit, me sa mbaj mend ke Galatasit te Galatasit 2. Dhe Zoti po na flet shumë aty. Te Galatasit 2, nëse mund ta lexoj jeta, ja ta shikoj në Mbylli. Gjesi ndoshta mund të përdorte Google-in edhe harroj që nëse bën një lëvizje ikën nga live-i. Okej, Gjesi, në rast se do të kujtohet vargu dhe do doja ta ndaje me ne, të presim sërish. po patjetër. Tani dhe unë mezi po pres surprizën e radhës. Besoj që edhe ju si puna ime me si po prisni. Shpresojmë shumë që të realizohet edhe ajo surprizë. Amen. Po flutra, do të vazhdosh akoma me psalmin që nisëm? Po, duhet të... Po, mund të vazhdosh Duhet të marr pak varg për varg, sepse vërtet te ky vargu, sepse si thamë që ne po bëjmë thjesht meditim, nuk është se po japim një mësim, po bëjmë një meditim, dhe është gjithmonë i dobishëm që ne të meditojmë rreth Biblës, por që ti meditojmë gjithashtu edhe përditshmëritë tona. Dhe ku jemi ne? Po Gjesi, kuptuan që ti dole pa dashje? Gjithsesi thamë që në rast se të kujtohet vargu ose vargu mund ta lexojmë neve dhe mund të vish sërish ta ndash me ne atë inkurajim. Ti më ke jetuar o Zot dhe më njeh. Ti e di kur ulem dhe kur ngrihem. Ti e kupton nga larg mendimin tim. Pra, Zoti na ka hetuar dhe Zoti na njeh.
Zoti na ka hetuar dhe Zoti na njeh. Zoti na njinte edhe përpara se ne të pranonim Krishtin, edhe përpara se ne të shpëtoheshim. Mos mendoni se Zoti nuk ju njinte, sado në mëkat të keni qenë përpara se ju të njihni Krishtin, ose edhe nëse jeni duke luftuar me veten tuaj dhe duke luftuar me një mëkat në jetën tuaj, edhe të mendoni se po ta di Perëndia ose po ta din njerëzit, do zhgënjen. Perëndia nuk zhgënjen. Njerëzit, nëse do zhgënjehen, para se të zhgënjehen nga të tjerët, duhet të kuptojnë dhe të pranojnë që janë njerëz, edhe ata vetë zhgënjejnë njerëz të tjerë. Kështu që ne si njerëz të gjithë zhgënjejmë të tjerët, i zhgënjejmë njerëzit, sepse ne nuk jemi Perëndi dhe ne nuk jemi 100% të drejt apo të shenjtë apo të pastër, sa të mund të mos, ose nuk jemi aq të aftë apo aq në gjendje sa të mos zhgënjejmë njerëzit e tjerë. Jo më kot Bibla na thotë që mos e vini besimin tuaj tek njeriu. As tek qerret, as tek kuajt. Pra, tek asnjë forcë toksore. Mos e vini besimin tuaj. Dhe kur themi forcë toksore, të kemi parasysh gjithashtu që edhe Satani, edhe çdo fuqi e Satanit është tokësore. E them tokësore në kuptimin që në këtë botë ka fuqi, në këtë botë mund të ketë pushtet. Por nëse ne, si të krishterë, nuk i përkasim me kësaj bote, atëherë do të thotë që nuk ka më pushtet, fuqi dhe pushtet errësira dhe forcat e errësirës në ne. Sepse vërtet jetojmë në këtë botë, por nuk jemi prej kësaj bote. Krishti na zgjodhi nga bota dhe nga veçoi. Dhe të dashur, nëse mendoni se Perëndia nuk e dinte se si ishit përpara se të njihni Krishtin, e keni gabim. Perëndia të ka hetuar dhe Perëndia të njeh. Perëndia të njeh, madje ka qenë ai që të ka formuar në barkun e nënës tënde. Dhe nuk ka asnjë dobësi në ty në të cilin mund ta bëj Perëndin të zhgënjehet prej teje. Dhe pikërisht sepse ai dinte që kishte dobësi në ty, në mua, në ne, në gjithë natyrën njerëzore, pikërisht për këtë arsye, ai na jep një shpresë për të na larguar dhe për të na zhveshur nga natyra njerëzore. Pikërisht për këtë arsye, ai jo vetëm që dërgoi birin e vet, që ne në mishin ton të merrnim jetën e përjetshme, të merrnim faljen, por jo vetëm kaq. Duke e ditur se në të botë ku ne jetojmë, është pushteti i të ligut, është pushteti i Satanit, ai na solli frymën e shenjtë. Pra ai nuk na la bonjak. Ai nuk na la vetëm. Kështu që jo thjesht pagoi çdo mëkatën tonë, çdo borxh tonin në kryq, por ai dërgoi dhe frymën e tij të shenjtë, e cila të jetë gjithmonë me ne, 24 orë në 24. Prandaj Perëndia e di që në ty ka shumë dobësira. Perëndia e di që ti vetëm pa frymën e shenjtë nuk mund të luftosh me botën dhe as nuk mund të kuptosh që bota tashmë është e mundur, është e mposhtur. Dhe kur flasim për botën, flasim gjithmonë për pushtetin e të ligut dhe jo për njeriu, sepse çdo njeri që është në botë, çdo njeri që është në botë, në rast se nuk e ka pranuar Krishtin, në rast se nuk e beson Krishtin, është në pushtetin e kësaj bote. Është në pushtetin e errësirës. Por çdo person që ka pranuar Krishtin nuk është më, ka dalë nga pushteti i kësaj bote. Ka dalë pra nga pushteti i kësaj bote dhe ndaj në Bibla na quan si ambasador të Krishtit. Ne jemi ambasador të qiellit këtu në tokë. Nuk jemi më prej kësaj toke. Nga momenti, vëlla motor, nga momenti që ti ke pranuar Krishtin, ti nuk je më qytetar i kësaj toke. Prandaj mos e lejo që kjo tokë dhe kjo botë
të ushtroj autoritetin e saj mbi ty. Kjo tokë ka ligjet e veta dhe ne do respektojmë ligjet, por ato ligje që nuk thyen dhe nuk shkelin ligjet dhe autoritetin e atij që ne kemi marrë, atij që na ka dërguar. Ne e dim që në çdo shtet për shembull të ndryshëm, një shtet tjetër dërgon ambasadorët e vet. Dhe një problem më i vogël ose një padrejtësi që mund t'i bëhet atij ambasadori nga shteti në të cilin ai është, nuk e ka bërë vetëm ambasadori, por e ka bërë të gjithë shtetit. Dhe kështu që atë ambasador e merr përsipër shteti që e ka dërguar dhe e mbështet shteti që e ka dërguar dhe i kërkon llogari për çfarë do lloj gjëje që është bërë, i kërkon shteti të cilin e ka dërguar dhe jo vetë ai ambasador. Ai ambasador është aty për të përfaqësuar shtetin i cili e ka dërguar. Prandaj edhe ne vërtet jemi në këtë tokë, por çdo gjë që mund të na bëjë kjo botë, çdo gjë që mund të na sulmojë në këtë tokë, ka të bëjë me atë që na ka dhënë ne autoritetin për të qenë ambasador në këtë tokë. Pra ne nuk përfaqësojmë veten tonë. Prandaj edhe Bibla thotë që nuk rroj më unë, por Krishti rron në mua. Ndaj, si ambasador, do të kemi parasysh gjithashtu që një ambasador nuk përfaqëson veten, por përfaqëson shtetin, i cili i ka nisur. Dhe ne si ambasador në këtë tokë nuk përfaqësojmë veten, por përfaqësojmë Krishtin. Por nëse një ambasador, edhe pse i ka dërguar shteti, dhe ai e keq përdor detyrën që shteti i ka dhënë, dhe ai e përvetëson dhe përpiqet ta bëjë ligjin vet, atëherë ndaj këtij ambasadori do të merren mos. Edhe shteti ku është, por edhe shteti që dërgoi, do t'i kërkojë llogari. Sepse nuk është aty për të përfaqësuar veten e vet dhe për të vënë ligjet dhe rregullat e vet. Prandaj të dashur edhe ne në këtë tokë. Nuk jemi në këtë tokë për të përfaqësuar veten tonë, për të treguar veten tonë, për të vënë ligjet tona, për të vënë rregullat tona. Rregullat, okay, duhen, por ato rregulla që janë në përputhje me shtetin, pra me shtetin, okay, ndoshta unë po përmend shtetin tani por që nuk është shtet, por është një mbretëri, atëherë le ta themi në këtë formë. Mbretëri, nëse rregullat tona janë në përputhje me rregullat e mbretërisë që na ka dërguar. Prandaj të dashur, duhet edhe të kemi kujdes sepse kjo gjë ka përgjegjësi të madhe. Detyra e ambasadorit ka edhe përgjegjësi. Është privilegj, sepse të jesh i zgjedhur për ambasador, jo të gjithë mund të zgjidhen, nuk mund të shkojë do kudo. Atëherë, vëlla, motër e dashur, ti je një ambasador. Merr përgjegjësinë e asaj që të është besuar. Merr përgjegjësinë dhe përfaqësoje denjësisht detyrën që të është besuar. Përfaqëso denjësisht Krishtin. Nëse shtetit ku ti je është një shtet i mbrapsht, ku nuk respekton ligjet, është një shtet që nuk ka madje as ligje, as rregulla, nuk ka as drejtësi, as një gjë. Por ti je pikërisht aty për të sjellë dhe përfaqësuar shtetin tënd, dhe jo për të konformuar me padrejtësitë e shtetit ku je. Sepse nëse ti shkon dhe përshtatesh dhe përfshihesh në padrejtësitë e atij shteti ku je, atëherë ti nuk po përfaqëson më shtetin në cilin erdhe, por ti po përshtatesh me shtetin në të cilin je. Pra edhe ne, si ambasador të qiellit, nëse po përshtatemi, po konformohemi me botën, nuk po përfaqësojmë me qiellin, por po përfaqësojmë veten tonë duke u bashkuar me botën, duke u bërë një me botën. E po nuk jemi thirrur për këtë. Nuk jemi caktuar për këtë. Nuk jemi zgjedhur për këtë.
Ne na pëlqen kur dëgjojmë që jemi të zgjedhur. Ne na pëlqen kur lexojmë të psalmi që Perëndia na njente deri në momentin kur ne po endeshim në barkun e nënës tonë. Por ama nuk na pëlqen kur duhet të marrim përsipër përgjegjësitë tona. Nga ana tjetër as nuk mund të bëhemi si ata 3 shërbëtorët ku Zoti i tyre, padroni i tyre, u dhuron atyre talenta, dikujt 10, dikujt 5 dhe dikujt 1. Ti të është besuar nuk ka rëndësi se sa. Në vend që të kapemi me këtë që pse Perëndia ti ka dhënë 10 e ti 5 dhe mua 1, edhe kjo gjë domethënë të na marrin të gjithë kohën sa neglizhojmë atë vetën një që kemi dhe nuk e përdorim atë një. Nëse Perëndia ka besuar vetëm një talent, mos shiko rreth e qark se çfarë po bëjnë të tjerët dhe pse të tjerët u është besuar më shumë dhe se si ata të tjerët po investojnë. Po shiko si do investosh atë që të është besuar ty. Atë që të është dhënë ty. Perëndia nesër kur të vi për të të kërkuar atë që të ka dhënë, atë që të ka besuar, nuk do të thotë, po ti çfarë bëre? Nuk i pe vëllezërit e tu se si i keq përdorën talentet e tyre? Ato t'i kërkoj Perëndia llogari atij që i besoi 1, se si i keq përdori apo i shfrytëzoi apo i përdori për mirë, ai që kishte 10. Jo. Mos bëj që të hiqet dhe ai një talent në rast se ke 1. Dhe në rast se ti atë një talent të është dhënë e investon në mënyrë më të mirë, atëherë Perëndia nuk do vi të ta marrë atë një talent dhe japin atij që ka 10, por do vi të japin edhe 1 apo edhe 5 apo edhe 10 të tjerë. Pse? Sepse ti ju tregove besnik më të vogla dhe Perëndia e kupton dhe shikon që ti tashmë je përgatitur për të besuar gjëra më të mëdha. E vërtet. Prandaj të dashur, le të jemi vërtet vigjilent, le të jemi vërtet të sinqert, siç e tha Afifja në fillim, dhe le të shikojmë atë çka Perëndia na kërkon të bëjmë ne, dhe jo të shikojmë se çfarë nuk po bën tjetri. E vërtet. Sepse ndërkohë që ne e kalojmë dhe humbim kohën duke parë dhe duke folur se çfarë po bën tjetri dhe se sa keq po sillet tjetri dhe duke hetuar dhe gjykuar tjetrin, ne bëhemi dhe vetë për gjykim. Sepse të dashur nuk kemi thirrur për të gjykuar jetën e tjetrit. Nëse duam ta ndërtojmë dikë tjetër, nëse duam ta ndihmojmë dikë tjetër, Bibla na thot nëse ne e shohim vllajin apo motrën tonë në mëkat, atëherë le të lutemi. Nëse ndihmojeni, duke ruajtur veten tuaj të Bibla, ndihmojeni vllajën dhe motrën. Okej, thot, fali, në mos gaboj. Nuk po them thot të luteni për dikë që ka mëkatuar për vdekje, sepse ka mëkat për vdekje dhe ka mëkat jo për vdekje. Okej, unë nuk e kam zbulesën për të ndarë këtë mëkat dhe nuk e marr përsipër një gjë të tillë. Por gjithashtu zgjedh që në vend që të gjykoj se çfarë po bën tjetri dhe se sa të numëroj se sa mëkate ka bërë tjetri, do përpiqem të shikoj dhe se si të përmirësoj veten time dhe se si të heq nga vetja ime ato gjëra të cilat nuk i pëlqejnë Perëndis dhe ato gjëra të cilat mund të bëhen një pengesë që Perëndia të më besojë mua më shumë. Sepse në rast se Perëndia shikon që unë po kaloj kohën duke gjykuar tjetrin ose duke parë se çfarë po bën tjetri, atëherë Perëndia kupton që unë nuk jam akoma gati dhe nuk jam në gjendje që Perëndia të më besojë që të mund të bëj diçka vetë. E vërtet. Por jam gjithmonë e shpërqendruar duke parë se çfarë bëjnë të tjerët. Imagjinoni nëse do përqendroheshim te kjo pjesë, të shikonim që tjetri të hante dhe ne të ngopeshim. A do na kënaqte kjo gjë? Nëse tjetri e shtron trezën e tij plot dhe tavolina ime është bosh. Pra, nëse ne shohim dhe kënaqim syt tan
se numërojmë çfarë të mira mund të ketë dikur tjetër në tavolinë, mendoni se kjo gjë do më afrojë mua në tavolinën time, apo mendoni se kjo do mbush edhe stomakun tim? Ja, absolutisht. Absolutisht. Nëse në kohën e mbjelljes, ne do jemi duke gjykuar për shkakun. Po si e ka lënë ky shofa arën e komshisë tim këtej? Po si e ka lënë ky komshia im të arën? Më pa pastruar, më ferrë dynja. Nuk e di, më kanë dorë apo jo, si nuk punojnë, më burrë. Si nuk punojnë? Është koha e të mbjellave. Se që do hanë në fund, unë nuk e di. Ndërkohë që unë u përshëndrova duke parë tokën e fqinjës tim tej, fqinjës tjetër tej ishte bërë gruri për të korrur. Ndërsa unë si ishte kisha punuar. Më iku koha e të mbjellës arën time, duke parë se sa të pa Zot po tregoheshin fqinjë arës tjetër. Sepse toka ime ishte e pastruar, unë e kisha punuar tokën. Edhe kisha të drejtë, kjo më pa të drejtë që të gjykoj arën e të tjetrit. Ndërkohë që në vend të shikoja për mirë ose të shikoja se si të investoja nga ara ime, e humba kohën andej. Ndërsa ai komshia tjetër atje nuk u mor duke parë arën time, që thjesht e punova dhe më iku kohë. Ai u mor me të tjerë. Dhe tani që ai ishte në kohën e korrjeve, unë jam në kohën e qarjes, duke qartë që si e humba kohën kot. Si investova dhe vova dhe lek kot, e tani më ngeli bosh. Prandaj të dashur, kujdesuni për arën tuaj. Kujdesuni për zemrën tuaj. Kujdesuni për veten tuaj, për sjelljen tuaj. Ti që qëndron të Bibla, mos u mpur, mos u mbaj me të madhe, por ruaj se mos vi. Është një libër që mund të na duket si shumë i pakuptueshëm ose pak i vështirë për të kuptuar, ose duke menduar që ne nuk e dim se në çfarë situate ka qenë predikuesi kur e ka shkruar. Megjithatë, edhe pse e dim që libri i predikuesit është shkruar nga Salomoni, i cili ka qenë mbreti më i pasur në këtë botë, e mendoj gjithmonë që ai thotë, kotësi e kotësive. Çdo gjë është kotësi. Pra ai që ka pasur pasurit më të mëdha që mund t'i dëshironte një njeri apo një mbretëri mbi tokë, Salomoni ka pasur. Ai që shquhet si njeriu më i urtë edhe më i ditur, pikërisht ai. Ai që ka luftuar për të arritur gjitha pasuritë dhe kënaqësitë e kësaj jete, është pikërisht ai që thotë kotësi e kotësive. Çdo gjë në këtë botë është kotësi. Prandaj të dashur, sado që ne luftojmë, punojmë, këto janë ligjet e kësaj bote, janë ligjet e kësaj jete që ne të punojmë, të sigurojmë të ardhurat për veten, për familjarët tanë dhe për personat që mund të jenë nga krimin tonë. Këto janë ligjet e kësaj toke, këto janë ligjet e kësaj bote dhe ne do t'i respektojmë këto ligje. Sepse nuk kemi ardhur për të shkelur këto ligje këtu, por pa harruar ato ligje që janë kryesore, ato ligje që janë primare. Të mos harrojmë ligjet qellore. Të mos harrojmë së pari dashurinë dhe mëshirën. Sepse Bibla na thotë gjithashtu, unë nuk dua më falni krijime, unë dua mëshirë dhe jo flijime. Prandaj Perëndia nuk po na kërkon që ne të flijojmë veten tonë. Nuk është se nëse ne do flijojmë veten tonë, do t'i shërbej dikujt. Askujt nuk ka për t'i shërbyer. Bibla na thotë që ne të përfaqësojmë dhe të jetojmë Krishtin, të jetojmë dritën në këtë botë të errët. Të sillim sa do pak dritë. Amen. Ndërkohë, të respektojmë edhe rregullat e lajfit, sepse na erdhi një mysafir dhe t'i japim mundësinë për të përshëndetur. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Bekime. Si po kaloni? Bekime, mirë se erdhe, Geri, mirë se erdhe. Perëndia ju bekof.
Faleminderit Perëndieri bekov, Amen. sepse Edhe ty është vërtet diçka që ju keni lënë kohën tuaj dhe për t'i kushtuar fjalës së Perëndisë për të ndarë. Dhe është vërtet një bekim. Është vërtet një bekim dhe ndërkohë që po të dëgjoja që kape Salomonin që po thoshe që kotosia është kot, si ishte, s'u kuptohet fjala Kotosia preciz. këtësive. Po, amen. Dhe më erdhi para sa ditësh kam parë një imazh në Facebook, ishte një imazh një njeri me lek, plot me lek dhe para tij ishte vdekja, e ke parasysh vdekjen e mbuluar me atë drapërin dhe i thot, le të gjitha lekët më janë dhe janë me mua. Dhe aty të le të kuptosh që gjërat materiale, gjërat e kësaj bote nuk vlen. Nuk vlen. E vërtet. Amen. E vërtet. Dhe është për të medituar, sepse shumë njerëz fokusohen, fiksohen ashtu siç po thoje ti tek tjetri, tek paraja. Shiko, ai filani ka më shumë, pse unë ka më pak. E kështu me radhë. Po. Prandaj kërkova këtë lidhje dhe nuk e di nëse po të marr pak kohë fare, do doja që të ndeja vetëm diçka të shkurtër, një histori që kam lexuar. Nëse jeni dakord. Po. Me leje nga motra Afifja dhe nga motër Flutra, nëse do mundem. Po pra. Me mbrëma Bekime. Bekime. Me mbrëma. Nëse ju gjeta. Me mbrëma. Bekime të gjithëve. Është kënaqësi të jesh pranë jush dhe të jesh këtu me motrat dhe me vëllezërit dhe bekime të gjithë motrave dhe vëllezërve që kanë hyrë dhe Perëndia t'i bekoj me fjalën e tij. Amen. Amen. Zoti Vazhdo Perëndis. Jo, asnjë jo. Unë thjesht faleminderit për respektin. Ku e lash? Që kam lexuar një histori shumë shkurtë. Ishte një djalë që bëri fjalë me të jatin, bëri sherr dhe ku djali tha fjalën e fundit të jatit dhe u largua nga shtëpia. Dhe pas shumë kohësh djali bëri një gabim dhe ra në burg. Dhe gjykata e dënoi me 3 muaj burg. Ditën e parë, ditën e dytë djali po mendonte për jetën e tij, si ta rregullonte, që të ecë përpara, pasi të vilte nga burgu dhe në ato çaste vjen roja. I thotë që dali nga burgu dhe djali po mendonte ndoshta është bërë ndonjë gabim sepse unë jam djali i keq dhe askush nuk më do mua, sepse kam share, kam berr. Dhe kur del nga burgu, shikon të jatin me makinë dhe ishte komplet i skuqur nga turpi sepse i vinte zor. Sapo doli nga burgu dhe jati thot eja birin dhe djali plot me turp, me emocione, i thot babi po ti këtu. Dhe jati thot që birim thot unë e pagova për ty thot gjobën që ti mos të rje 3 muaj. Dhe i biri thot pse baba thot unë kam qenë i keq me ty, kam thënë fjalën e fundit kundër teje. Dhe jati e shikon dhe i thot biri im, ta dish që unë të dua dhe unë të pagoj gjithmonë për ty, por vetëm një gjë kërkoj prej teje, që mos ta bësh me këtë gabim. Dhe ajo që dua të them është që shumë të krishterë bëjnë gabime, gjithmonë e bëjnë atë gabim, shpeshherë e përsërisin. Dhe nga ky tregim, nga ky histori, mendoj që ne si të krishterë të mësojmë nga gabimet, që mos të bien në drast të galbur. Amen. Amen. Kjo ishte ajo që unë do të ndaj me ju. Nuk po ju marr shumë kohë. Ju lë në bekimin e Perëndisë, Perëndia ju bekoft. Si?
Amen. Që t'japim pak fjalën Luizës tani, të Jo, respektojmë edhe po. Para se t'ja japim fjalën Luizës, patjetër që do japim fjalën. Do i thoya Gerit që me qenë se u bashkua, i kalojmë gjithë bashkë të kohë, ndoshta vjen një lutje, ndoshta e ndajmë dhe një fjalë gjithë bashkë dhe e mbyllim gjithë bashkë. Okej. Okej. po, Nëse më duhet, po themi që Geri nëse më ikin, duhet. Po rritë se si ka thoj. po pra fiks. Luiza, më mbrëma, mirë se erdhe. Mi mbrëma dhe bekime të gjithëve. Bekime dhe ty. Vërtet është bekimi i madh të rikthesh pas një kohe, por që të Lavdizohet. kthesh, amen, por që të kthesh me atë që Zoti ka vënë në zemër, me atë që Zoti të ka folur, me atë që Zoti do që t'ja japi të tjerëve atë që ka Luiza brenda saj. Dhe është fjala e Perëndis. Është Amen. inkurajimi. Perëndia sot më ka folur, sot unë isha në takimin të kisha, edhe ka qenë një inkurajim i madh për mua, ka qenë vërtet është ndier prezenca e Perëndis. Fiks fare po thosha Zotit, po ja do të. Po çfarë të jap, Zot, çfarë të jap? Po jep atë që ti more sot. Pse jo ta ndash me bitë e Perëndis, me bitë e mirë. Amen. Okej, ishte pak emocioni, ishte pak ajo, ne kemi folur pak kështu që të mos jetë si dita e parë, Luiza. Të po ta lesh, si kur fillon emocioni pra. Por këto emocione, lavdi Perëndis, janë të mrekullueshme, sepse janë të bukura, sepse ti po futesh përsëri në familjen e Krishtit, ti po futesh aty ku Amen. ishte. Jo se ishte harruar familja e Krishtit, thjesht e di që i ligu vjen për të vjedhë, për të shkatruar, për Perëndia vjen për dëmjet dhe jetë me bollak. Dhe atë po e bën Perëndia sonte. Dhe atë që ka ndërtuar Perëndia, nuk është katron dërim. Amen. Amen. Edhe sot kemi pas një takim shumë të mrekullueshëm, ka qenë takimi grave. Unë doja ta ndaja me ju. Ka qenë një bekim, tek ka flite për jetën e Deborës, që ishte një grua shumë e devotshme, ishte një grua shumë luftëtare. Ajo ishte një grua që mirëbesoi Perëndis, atë që Perëndia donte të bënte nëpërmjet saj, të çlironte popullin e Perëndis, dhe Perëndia e çliroi popullin e tij nëpërmjet kësaj gruaje. Nuk më kujtohet personi që po fliste dhe po thoshte që ti do të shkosh dhe do bëhet lufta dhe ai tani po e merrte si për veten e vet, unë do luftoj dhe do ta shpëtoj, unë do ta çliroj popullin nga ana ime. Por Debora i tha, ky popull nuk do të çlirohet prej teje, por do të çlirohet që Perëndia do të më vendos mua dhe këtë lavdin do ta marrë Perëndia nëpërmjet meje. Atëherë, çfarë bëri Perëndia nëpërmjet Deborës? Bëri që Debora ta krisë Perëndin fort. Bëri që Debora ishte e vendosur. Bëri që Debora ishte këmbgulse. Atë do Perëndia për gjithë secilin prej nesh, të jemi këmbgulse. Ta kërkojmë Perëndin jo vetëm në situatat e vështira, por edhe në situatat që kemi gjërat më të bukura që na vijnë nga Perëndia. Dhe mos i marrim me kaq rëndes, mos i marrim me rëndes, po ndodhi kjo gjë dhe unë duhet të shqetësohem. Jo, duhet të gëzohemi kur ka këto prova. Atëherë, do jemi një Debora, gjithë secila prej nesh, gjithë secili prej jush. Do thuash ti po të krije kam unë jam mashkull. Guximin që Debora pati, besimin që Perëndia vuri tek Debora. Ishte e pathyeshme, ishte e sigurt, të varej tek Perëndia, dhe besimi i saj ishte i gjallë. Dhe Perëndia e nderoi Debora. Perëndia do të nderoj ty si grua. Perëndia do të nderoj ty si burr, si vlla, si motër. Perëndia është i mrekullueshëm, është besnik nga dje, sot dhe përjetër. Dhe ajo që thënë, aleluja, atë që unë do të ndaja ishte më e bukura kjo, se në momentin që të bëshin provat e adhurimit, u futa në prezencën e Perëndis. Dhe në ato momente, pa adhuroni më shumë Perëndin në një zemër, unë po ndjeja zemrën tim që po shkonte para Perëndis. Unë ndjeva që isha para fronit Perëndis dhe po
po e adhuroja, ai po më shikonte, ai po e dëgjonte zërin tim. Në ato momente unë fillova të thosha Perëndisë, fillova të qaja. U preka dhe thash Zot më fal. Kam lënë shumë ditë pa ty. Ne mi njerëz rrëzohemi. Jemi mish, i kemi këto luftra. Por kjo nuk do të thotë që duhet rrëzohemi dhe të ngecim aty. Unë ngeca për një farë kohë dhe unë të tregoj sinqeritetin më të madh. Unë ngeca, unë rash. Unë nuk e adhuroja më Perëndin. Unë po bësha një fëmijë bie pa bindur, por Perëndia përsëri, dhe pse mos bindja ishte aty. Perëndia po më tregonte që unë nuk shikoj pamjen e jashtme. Unë shikoj zemrën që ti më krije. Ke nevojë të çlirosh, ke nevojë të rifortohesh, por unë e di që ti më do brenda vetes. Por nuk e është sikur diçka të mban brapsh, të tërheq. Por Perëndia e pa. Dhe në ato momente kur unë poja Zotit të falur, thosha Zot më fal, më vjen shumë keq. Kam humbur gjithë të ditë aty, sepse unë e di çfarë ndodh në adhurim. Thyen prangat, shkatrohen planet e pligut dhe vjen çlirim, vjen gëzimi, vjen uji i gjallë që të pret, si shiu që të lag ty flokët e tua, trupin tënd jashtë fizike, por ky shi është i gjallë që është fjala e Perëndisë. Vjen Perëndia dhe vepron fuqishëm. Në ato momente ishte sikur një njeri të thotë, mos e zgjat fare, mos e vrit mendjen. Lera ajo që ka leku, futu. Dëgjoj fjalën e Perëndisë dhe mos e vrit mendjen se ç'a ndodhi. Dhe Perëndia ishte duke më thënë këtë. Lera atë. Tani hec më adhuro, se dua të dëgjoj Luiza. Dua të dëgjoj si më adhuron ti mua, si ti e ke bërë. Edhe motrat e mia, vllai i dashur, të gjithë ju që po më dëgjoni. Kam ndier prezencën e Perëndisë. Kam qenë pranë Zotit Jezus. Kam parë një dritë që shkëlqeu. Dhe më foli Zoti, ngri duart lart, ngri më adhuro. Lartësoje emrin ti. Kam ngritur duart dhe më duke sikur nuk kisha më në cimentu, si kisha këmbët e mia në tokë, por sikur isha lart, po ngrihesha lart e më lart. Dhe në ato momente, që vetëm dy persona që po adhuronin Perëndin, siç thot Bibla, adhuruesit të vërtet, do të jenë ata që do të më adhurojnë në frymë dhe në të vërtet. Ishin veç dy persona që po adhuronin Perëndin me kaq ngavullim dhe me kaq pasion, me kaq dëshirë, me kaq etje dhe një etje të madhe që nuk ka shkulje dot. Isha unë dhe një vëlla tjetër. Dola përpara pastaj dhe vash këtë dëshmi. Perëndia u kënaq dhe gjeva kënaqësinë e Perëndisë brenda meje. Unë do t'i sugjeroja dhe do t'i këshilloja motrat e vëllezërit. Në mes të stuhive të tuaja, në mes të asaj shpelle ku je, në mes të asaj grope të Luanit si Danieli ishte, apo në mes të asaj shpelle si Elia ishte, adhuro Perëndin. Mos e vrit mendjen se çfarë po ndodh, sepse Perëndia di çdo gjë. Ai lejon që ti pas rastit, në atë kohë, në atë tokë të thatë, që ti je, lidhe Perëndin në adhurim. Adhuroje dhe lavdëroje me ne ti, ngri ato duart si Mojsiu e bëri në kohën asaj lufte beteje, kur ngritën krahët, kur ai ngrinte krahët, ai mori fitoren. Atëherë, çfarë dua t'ju them me këtë? Motrat e mia dhe vëllezërit e mi, ngrini duart lart qiellit. Perëndia është duke thënë, unë dua. Perëndia është duke kërkuar adhurim. Faleminderit Perëndi. Kjo shërben o Perëndi për lavdërinë e emrit tënd. Zot, unë falenderoj. Unë e di Zot që ti ke prekur zemrat tona. Unë e di që ti ke prekur shpirtrat tona. Unë e di Perëndi që ti ke vajtur me atë balsam o Perëndi. Unë e di që ti ke vajtur shëruar zemrat për ata që mendojnë Zot, jam e humbur, jam e zhytur në këtë problem. Nuk si ta adhurojmë Perëndi. Shko tek froni Perëndi me shumë guxim, si do ti më foli, do të them. Eja si një fëmijë dhe eja me siguri tek mua, sepse unë jam aty pritave. Faleminderit Perëndi, siç e bëri Zoti me mua,
do ta bëj edhe me ty. Siç Perëndia vjen dhe më ngren mua, ashtu vjen dhe të ngren ty, sepse Perëndia na do gjithsecilin prej nesh. Lavdi Jezusi. Lavdi Perëndis. Aleluja, lavdi Zotit për këtë prekje, lavdi Zotit për këtë çlirim edhe për këtë përgjigje, sepse më do ta quaj edhe përgjigje kur ne thrasim, edhe fakti që Jezusi, Zoti, ty të ka prekur në frymë do të thotë që ai të përgjigj. Amen. Unë ndje prezenca e Zotit, unë nuk në momentin që ky vllai po mbaronte pjesën e adhurimit, unë i thosha Jezusit, të lutem bëj që mos ndaloj adhurimin, sepse unë kam shumë nevojë të të adhuroj ty, unë dëshiroj. Dhe teksa unë po flisja me Perëndin, ai vllai vazhdoi me adhurimin përsëri. Dhe lavdia i qoftë mbretit. Dhe ta Zotit, ti thash Jezusit, ti ma plotson ti mua, ma plotove dëshirën. Dhe mu kujtua, kur unë kam qenë 13 vjeçe, Zoti, kur mami dhe njerëzit më thoshin, pse do ishte tek Aleluja, pse do ishte ke jetë ato kishtat, le më fik. Unë shkuja në dhomzën time, si thuhet, shko në dhomzën sekrete dhe më klikje. Dhe mbasi unë i kërkoja, thosha Jezus, binde mamin time që unë fikje në kishë, sepse unë tua të gjë fjalën. Edhe ishte ajo besimi, ishte ajo guximi, ishte ajo dëshira dhe pasioni im për Jezusin. Dhe para se unë të mbaroja lutjen, mami më thrisë dhe më thoshe, "Sa? Do shkosh ka to aleluti moj, se të vaj ti vonë." Më shkoja prapë në dhomë, dhe tilja. Edhe thash, Zoti mi ke plotësuar dëshirat që nga fëmijëria dhe vazhdon t'i bësh dhe tani. Lavdia i qoftë Perëndis. Lavdi Perëndis. Ndërkohë që Gjesi, tashmë më duket të ikën emocionet do të bashkohesh, por më lart, Afife na ka dërguar ato vargje të cilat do të t'i ndante çfarë. Nëse mund t'i gjesh dot, Gjesi më vjen keq që 50 nuk mund të gjetë. Unë i kam gjetur vargjit që Gjesi ka kërkuar dhe Gjesi ka thënë Galatasve 4 nga 1 deri tek 30, por para se të filloj të lexoj ato, dua të them diçka. Falenderoj Zotin për këtë kohë, për këtë moment, edhe jo që ne dim, të jemi sigurt, por të ngulmojmë në lutje. Faleminderit Zotit që ka dëgjuar lutjet tona. Faleminderit Zotit për këtë bashkim për këtë pamje të bukur, unë do ta quaj sepse ne jemi një fillim dhe për mua është pak nostalgjike kjo pamje. Kjo pamje, mund të themi ky moment, kjo pamje sepse pjesa poshtë nuk duket. Jo, ajo donë të... Jo, tani shiko. Beri një lapsus, ajo donë të thoshte nostalgji që janë 4 zera që bashkohen. Jo, unë e për pamje, Geri, mos më ndërpri, por për ty dhe për Luizën, unë falenderoj Zotin për ne të 4, por për ty dhe për Luizën kam këtë varg para se të kaloj të vargjet e Gjesit. Amen. Amen. Lavdi Zotit. Të isha Geri po të sfidon Gjesi, Geri. Më fal pak. Unë do të lexoj edhe për Luizën këtë varg, po tani do ta lexoj vetëm për Geri. Amen. Unë do të kremtoj, sepse jam krijuar në mënyrë të mrekulluar. Amen. Veprat e tua janë të mrekullueshme dhe unë e di shumë mirë. Geri, se doja thoja dhe Luizës. Kjo pamje ishte e bukur dhe do bëhet më e bukur. Lavdi Perëndis. Dia na ka krijuar në mënyrë të mrekulluar, ashtu siç ka dashur ai. Ndaj pika vazhdimi po ta lë ty Geri. Amen. Jo, Se Geri e di shumë mirë këtë gjë. Se kuptova, më fal. Nuk ka problem, do ta kuptosh më vonë. Jo, ajo që do të tani o kur po do Albani. Ajo që do të thosha më është... Ajo që do të thosha më është
që është vërtet bekim ky takim sepse as nuk ishe fare planifikuar. As nuk ishe fare planifikuar dhe vërtet Perëndia lëviz dhe na bashkon. Dhe sa më shumë të jemi të bashkuar, aq më shumë jemi të fortë dhe aq më shumë kur jemi me Perëndin të bashkuar, Satani nuk ka çfarë të na bëjë. Por kur jemi të ndarë, që rim tek e tek, aty ne jemi një tabel qitje për armikun. Mos ndërroj Albani. Unë ju bekoj natën e mirë, Perëndia ju bekoft. Jo. Jepi vllageri thotë dhe Jo, sepse mua më duhet tani të dal me të vërtet sepse më duhet tani ta darkën, sepse jam me njerëz. Kështu që Geri, po tregohu i ndershëm, i sinqert, mos të vi turp që edhe në Zvicër ikin drita dhe ti s'ke drita. Po trego të vërtetën, më trego. Jo, në fakt, shikoj, në fakt. Jo. Tani problemi tani është që më duhet tani të largohem e para dhe e dyta është që në jetën time nuk është se ka vend turpi, sepse turpi është frym dhe në jetën time nuk ka vend turpi, problemi është që më duhet të largohem. Kështu që e lëm për herë tjetër, kur të ribashkohemi përsëri. Okej, ju lutem regjistrojeni dikush këtë, se po e lëm për herë tjetër. Po, unë jam dëshmitare. Edhe unë, jemi të gjithë. Por unë e di pse e bëri Geri këtë. Nga që kërkoj Gjesi të bashkohet dhe Geri tha të bëhen 2 motra dhe 2 motra, 4 motra bashkë. E pra, shikon, kur jemi në një frym, nëse kush do kupton, kush nuk do nuk kupton. Ju bekoj dhe dëgjoj mirë se vjen. Bekime. Bekime vlla. Gjesi jemi pritur tani. Një sekond. Mos harrojën tjetër. Ndërkohë që Afifja lexon vargjet që Gjesi kishte. Amen. Edhe them se për sa kohë trashëgimtari është i mitur, nuk dallohet fare nga sklavi, megjithse është Zot i të gjithëve. Por ai është në kujdestar dhe administrator deri në kohën e caktuar nga Jati. Kështu, edhe ne, sa ishim të mitur, ishim të robëruar nën elementet e botës. Por kur u mbush koha, Perëndia dërgoi birin e tij të lindur prej gruaje, të nushtruar ligjit, që të shpengonte ata që ishin nën ligj, që ne të fitojmë birërinë. Dhe duke qenë se jemi birë, Perëndia dërgon frymën e birit të tij në zemrat tuaja, që thirret Aba, o Atë. Haleluja. Ti nuk je shërbëtor, por bir. Dhe në qoftë se je bir, je edhe trashëgimtari Perëndis me anë të Krishtit. Por atëherë, duke posëruar Perëndin, u shërbyet atyre që prej natyre nuk janë Perëndi. Kurse tani, mbasi njohët Perëndin, më mirë të them se u njohët prej Perëndis, vallë, si ktheheni përsëri te elementet e dobët dhe të varë, te të cilët doni përsëri të nështroheni. Sepse ju i krentoni me kujdes disa ditë, muaj, stin dhe vitën. Kam frikë se mos jam munduar më kot me ju. O vëllezër, bëhuni si unë, sepse edhe unë jam si ju. Ju lutem, o vëllezër, ju s'më keni bërë asnjë të keqe. Dhe ju e dini se në të kaluarën unë ju predikova ungjillin me dobësi të misit. Dhe ju nuk më përvuzët as pak dhe s'patët në veri për provën që ishte në mishin tim, por më pranuat si angjëll Perëndie, si Jezu Krishti vetë. Cili ishte pra gjykimi juaj? Sepse unë dëshmoj për ju se, po të që e mundur, ju do të nxirrnit edhe sytë tuaj dhe do të më jepnit mua. A thua u bëra armiku juaj duke ju thënë të vërtetën? Ata tregohen të zellshëm ndaj jush, por jo për qëllime të ndershme. Madje ata duan t'ju shkëputin që të jeni të zellshëm ndaj tyre. Mirë është të jesh gjithnjë i zellshëm për mirë, por jo vetëm kur ndodhem midis jush. Djemtë e mi, që unë i lind përsëri,
derisa të formohet Krishti në ju. Do të doja tashti të isha midis jush dhe ta ndryshoja tingullin e zërit tim, sepse jam ndryshas ndaj jush. Po më thoni ju që doni të jeni nën ligj, a nuk e doni ligjin? Sepse është shkruar se Abrahami pati 2 bi, një nga shërbëtora dhe tjetri nga Elira. Dhe ai që lindi nga shërbëtorja lindi sipas mishit, por ai që lindi nga Elira lindi për hir të Krishtit. Dy beslidhje, një nga mali Sinai, në gjithë për sklavëri, dhe është Agari. Dhe Agari është mali Sinai, në Arabi dhe i përgjigjet Jeruzalemit të kohës së sotme. Dhe ajo është skllave në bijtë e saj. Ndërsa Jeruzalemi nga lart është i lirë dhe është nëna e ne të gjithëve. Se për shkruar, gëzoni ti o shtërp që nuk lind. Shpërtheve klip që nuk i provon dhimbjet e lindjes, sepse bijtë e së braktisurës do të jenë më të shumë se ta ata që e kishin burrin. Amen. Amen. Të premtim. Kurse ishte i saktë. Si më të mbyllet mikrofonin? Lindi sipas mishit, për në dhim të aty që kishte lindur sipas timës. Kështu është edhe tani. Por çfarë thot shkrimi? Do boje skllaven dhe djalin e saj, sepse i biri i skllaves nuk mund të jetë trashëgimtar bashkë me djalin e së lirës. Kështu pra vlefë, ne nuk jemi bij të skllaves, por të së lirës. Amen. Aleluja. Ne nuk jemi të skllaves. Vajza, Ka kuptim, ë? unë po ndaj direkt së pari, Kush ka vesh ta dëgjoj? Amen. Pa ju këtyre vargjeve, më thënë se ndërkohë që edhe Luiza po lutet pak që parë, ose më sa në momenti që ajo po ndante atë inkurajimin që Nuk kishte mbyllet marrë mikrofoni, vë. që kisha sot, edhe mua më erdhi në zemër dhe në mendje dhe një dëshirë, kështu që po e bëj këtë kërkesën live. Kush ka dëshirë, kush është dakord nga juve, që edhe ne këtu te grupi të caktojmë një ditë, të nuk e di, të bëjmë edhe ne takim grash. Amen, pse jo, shumë e bukur. Më vjen keq për burrat që do t'ju prezantojmë një ditë. Ta bëjnë do njëri nga vlezërit Jo për live-in në orën 21, por të caktojmë një ditë tjetër, një orë tjetër, një orë tjetër, në një ditë të javës, dhe kush nga motrat e grupit ka dëshirë ose ka marrë një varg inkurajimi për ta ndarë me ne, o ta shkruaj, o të vi live të bashkohet dhe ta ndaj, si që shkjo lavdi Zotit, sot kemi dhe Luizën, jo vetëm që u rikthye, por i buzëqesh fytyra komplet. Përveç ne që jemi si moderatore, që do jemi ato që do ta drejtojmë, por edhe ju të gjitha që merrni qoftë një varg inkurajimi, qoftë një mesazh, qoftë diçka që ka ose dëshmi, çfarë të keni. Le të inkurajojmë njëra tjetrën. Le të bëjmë një në Zotin. Ajo po fliste për Deborën. Dhe tha shumë bukur, gjithë secila prej nesh është një Debora. Është një Debora e cila i klidh Zotit. Dhe me Zotin, sepse është Zoti ai që bëri gjitha të vepër nëpërmjet Deborës, dhe Zoti është po një Zot që mund të bëj shumë edhe më shumë me gjithë secilën prej nesh. Me gjithë secilën prej nesh. Kështu që si thoni, na jepni një pauzë, na jepni një konfirmim. Ne po. Amen. 4-2. Vërtet jam emocionuar, vërtet falenderoj Zotin dhe vërtet Zoti është i mirë. Zoti është i mrekullueshëm. Mos nguroni të luteni, çfarëdo dëshire, çfarëdo mendimi të keni. Parashtroja me Zotin. Çfarëdo lloj sprove. Çdo lloj sfide, çojeni përpara Zotit. Amen. Zoti është i mirë, Zoti dëgjon çdo gjë tonë. Amen, amen. Zoti është gjithmonë pranë nesh. Amen. Aleluja. Dhe nga komentet po shikoj që
Vërtet është bekim, vërtet Zoti na ka folur gjithsesi për ne, po shikoj dhe emra që ishin disi larguar dhe na janë rikthyer. Por kur i kthehet dikush që ishte larguar, normalmente vin ato që ishin larguar, kthehen bashkë me ato që u rikthye. Por kemi gjithashtu parasysh që kur u kthye për shembull, okay, nuk është se po i quhet djem ose fëmijë plan prishës, por po tregoj atë për shembullin që kur u kthye për shembull djali plan prishës, u bë festë në shtëpi. Kështu që edhe këtë tek do të ketë festë. Ndoshta vëllezërt dhe motra që na kanë dëgjuar kanë kujtuar se është bërë pak rëmuj ky live sot. Jo, nuk është rëmuj. Po i është një gjë e bukur. Atëre po i tregojmë pak, unë së pari doja të përshëndesja Vitoren, Sara, nuk e di nëse kam përshëndetur më përpara. Por doja të përshëndes gjithashtu edhe Stefan Shahini, sepse u bë shumë kohë që nuk e kishim parë në live. O pra prandaj tash në sot jemi rikthyer të gjithë. Lavdi Perëndis, zonë që të dëgjoj sërish për të. Zoti të bekoj vlla. Zoti i bekoft yrjet dhe dalet e tua. Zoti u tregoft i mirë me ty, i mëshirshëm me ty, i dashur me ty. Dhe Zoti të rimëkëm, frym, shpirt, trup dhe çdo gjë tjetër që të përket jetës tënde. Amen. Dhe unë e falenderoj Perëndin dhe po i bëj një sqarim të shkurtër personave të cilët na kanë ndjekur kohët e fundit dhe ndoshta për këtë rëmuj dhe folë si Safifja. E gjithë kjo është sepse ne kemi nisur këtë faqe, kam qenë unë dhe Geri me atë dëshirën që Zoti na bëri në zemër, por nuk ishim vetëm ne, ka qenë edhe Luiza. Ka qenë edhe Afifja. Kështu që ndërkohë që Luiza kishte, si çdo kush ka luftrat në jetën e vet, edhe për një farë kohë domethënë, ka munguar, dhe kjo është një arsye që ne po festojmë, zakonisht kur bëhet festë, prishin ndonjë rregulla. Kështu që ne kemi prishur pak rregullat, sepse po festojmë që sot është edhe faktikisht ajo që mbron Luiza. Juri pak Muram, që ka përshëndetur me Geri. Ju faktë të surprizë. Po Zoti e dy e ka të pishoj surprizën. Amen, amen. Dhe kjo është një mrekulli. Kush ishte surpriza nga ti tani? Luiza. Lavdi Zotit, lavdi Perëndis. Edhe unë gëzojmë që Perëndia atë vepër të mirë që ka nisur në ne, në gjithë secilin prej nesh, ai do ta përfundoj. Amen. Lavdia i takon Perëndis. Unë isha një surprizë pa dashje. Po pra, ishte një surprizë për të gjithë, sepse askush nuk e dinte që do na bëj këtë surprizë. Gjesti. Ishte edhe Geri, sepse kur hyri Geri, kujtova se ishte Luiza dhe sa bëjto famoso, duke të kujtova zërin e thaj. Jo, Geri nuk ishte surprizë për mua. Ta lem të marroj Liza të të thoshte? Po Liza. Share shkëshme në fakt. Është një privilegj që të jesh në familjen e Perëndis. Është fetë e tim. Ajo që tha motë Frutra ishte vërtet, jo se në thonjza djali plan prishës, sepse sot atë fjalë që tha motë Frutra unë e përkërsoj, sepse vetë më erdhi në zemrën time. Djali plan prishës u kthy tek Ati, dhe unë sot jam kthyer tek Ati me adhurim. Por jo të plan prishës, sepse nuk ishte larguar. Ta sqarojmë pak të pjesë. Nuk e Jo, në sfidat e mia, kam pas sfidat e mia. Jo se kanë qenë botë dhe kanë bërë gjërat e botës. Jo, as pak, jo. Ne kemi kthimin tek live, sepse Perëndia ka qenë ai, ka qenë gjithmonë mbështetja jote,
Ai ka qenë armatura jote. Amen. Pra ne po e bëjmë festën që ka unë përmenda pjesën që shtëpia bëri festë. Si që edhe ne shtëpia jote po bëjmë festë. Amen. Dhe tjetra ishte se kjo më erdhi vetë në zemër sot, para se si tutra nuk e dije që kjo mund të kishte ardhur mua në zemër, por unë gjatë adhurimit duke adhuruar Perëndin, ishte ajo, vajza ime u kthye në vatën e adhurimit, vajza ime u kthye, sepse ajo është e imja, në përket mua, dhe lavdia i qoftë Perëndis, sepse është bukur, është jasa e mirë dhe kënaqshme është ku morra dhe vëllezërit janë në unitet. Amen. Të bëri Perëndia përsëri dhe sot Zoti më ka folur në predikim. Perëndia do që të përdori ty. Dhe mos e lër planin e Perëndis që ka me ty. Dhe kur motër jeta më mori dhe më tha kështu, hyri diçka, donte të vijë atë që ishte plan Perëndia, por nuk ja arriti. Unë thash, çfarë do të them, çfarë do bëj? Por ti e di se çfarë do bëj. Ti dhe thjesht një inkurajim, dy fjalë të dalin nga goja, fjala të Perëndia do veproj. Por ti çfarë do të them? Çfarë do të them unë? Atë që more ti sot, atë që ti përjetove sot, ndaje aty, sepse bitë të ka nevojë të inkurajohen, dhe të mbushen, dhe të kuptojnë çfarë do të thotë adhurim, jo vetëm duke ngritur zërin, por dhe duke ngritur duar përpara tronit Perëndis. Duke thënë Perëndis, faleminderit që të dojtë, faleminderit për sfida, faleminderit ku më nxorre, faleminderit që ti më dhe sfida, jo që unë të rrëzoheshta në mënyrën se si i mora, por që unë të mësoja dhe të mos të kthehem më tek ajo që ndodhi, tek ajo që isha, por të na shërbejnë për mësim dhe duke thënë, atë proces që kalova, ti të falenderoj Perëndis, se ti më bëre që unë ta kaloj me fitore. Disave nuk mund ta kaloj me fitore, mund të vinë me mendime të gabuara, mund të vinë ligu dhe i gënjen, por mund të dorëzonin mba uniform. Është një shtyllë që quhet Jezu. Është një shkëmbë që quhet Jezu. Dhe ky shkëmbë, nëse ti do të banosh në tren e shkëmplatit, që është tre e fortifikuar, ai kur nuk do të braktis, ai kur nuk do të lë. Ti mendon se ja ke kapur dorën Zotit, por jo, Zoti të ka kapur dorën ty. Ti mendon se e njoh se ti Perëndin, të njoh si ty Perëndia, të prezantoj me hapun, të bëri bijën dhe birin tënde. Atëherë, çfarë do të them? Nga telefoni ndoshta i rritë, i Xhesit. Më falni, ndoshta nga Xhesi, sepse është edhe rrugës. Atëherë, çfarë dua të them me këtë? Pikë së pari, jam duke fotur vete, jam duke ndërtuar vete. Dhe pikë së dyti, lutem që të bisi një balsam, të bisi një dhuratë nga Perëndia dhe për motra dhe vëllezër. Mos u dorëzoni. Kujtohet kur kam thënë që kam lexuar atë librin e vogël në Krishtin, identiteti yt, kush është në Krishtin, ti duhet ta dish kush je. Amen. Mos e ul kokën. Nuk je bishti, por je koka. Amen. Nuk je i pafitimtar, ti je fitimtar në Krishtin. U rrezove, nuk ka problem. Perëndia do të ngrijë. Ti ke goditje, Perëndia do t'i heqë ato goditje, do të japi lumturi. Ke sulme për urrejtje, për zemrim mos falje. Perëndia nëse e klihet, Perëndia do t'japi paqe, faljen dhe kontrollin, dashurin dhe lumturinë. Lumturinë që ti kur nuk e ke përjetuar nga njeriu. Po do ta përjetosh nga Perëndia. Dhe duhet falim. Këtë doja shtoja unë, falim që t'jemi të falur, sepse në nëse nuk falim, asa aty që është në qiell nuk na fal ne, se fjala është e qartë. Është e vërtetë. Dhe lavdi Perëndis për të mbledhje sidomos e para. Sidomos të dyshin si shumë e bukur. Shumë e bukur, unë falenderoj Zotin. Dhe bëja një batut, po s'jemi në grup, e lëm fare.
që motorita unë falenderoj Perëndis që ka vuri në zemër këtë gjë për mua. Dhe kjo ishte një nxitje, ishte një hap, një thyrje muri dhe hap një derë. Dhe lavdia i qoftë Perëndis. Jemi gjithë secila perla në sytë e Krishtit, njëra më e bukur se tjetra. Rrezatos gjithmonë Krishti. Krijuar në mënyrë të mrekulluar. Amen. 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 Lavdi Zot. Atëherë, Amen vajzëm. Nuk ka qenë vetëm sot që unë e kam patur në zemër këtë. Unë kam dalë dhe disa herë të tjera në live, edhe më shumë kam qenë e heshtur. Por dua të di se ke qenë gjithmonë në lutjet e mia, edhe sot në mëngjes. Unë jam lutur me një motër për ty. Do mi mbash ato lotët sepse dua të po pasu si ti e gëzuar. Unë falenderoj të tatra që ishën me mua sot, falenderojmë edhe Gerin, falenderojmë edhe të gjithë ata që në ndoqën që ishin me ne, dhe urojmë vërtet që të kenë marrë një mesazh inkurajimi, të mos harrojmë për meditimin që bën, të mos harrojmë që çfarë Perëndia ne ka besuar ne, çfarë Perëndia ka dorëzuar dhe ka besuar në ne, dhe çfarë na kërkohet ne dhe jo nga të tjerët. Pra, të dimë të përfaqësojmë kush jemi dhe nga jemi. Faleminderit Vitore, të përshëndes. Ju bekoj shumë dhe ndërkohë u bëj sërish një thirrje të gjitha grave, të gjitha motrave në besim që kush ka dëshirë të pasi të marrë një njoftim nga ne ose kush ka dëshirë të bashkohet me ne, por ne do ta bëjmë një publik edhe tek faqja, pasi të flasim me njëra tjetrën, që të vendosim edhe orën, edhe ditën kur ne do bëjmë një takim grash çdo javë, ashtu siç bëhet nëpër kisha. Mos i merrni dorë, mos të shkuat në kishë, mos i ngatroni këto gjëra. Shkoni në kishë, bekoni. Është shumë bukur të jesh me motra dhe me vëllezër. Shkoni në kishë dhe shkoni kudo ku flitet e vërteta e Perëndis. Shkoni kudo ku. Bekoheni, por dhe bekoni. Mos mendoni gjithmonë se vetëm duhet të merrni bekime. Edhe në kishë ku shkoni. Duhet vërtet të merrni nga kisha, por duhet edhe të jepni nga kisha. Ashtu si në një shtëpi, ku çdo kush bën vetë e vet. Madje e dini që ai fëmia i vogël, që mund të jetë një 5 vjeç e poshtë, ka një detyrë shumë të rëndësishme në një familje, sepse e di, ata të mëdhenj që lodhen gjithë ditën kur vinë mbrëmje, ai bën për qeshur, ai bën që të relaksohen. Kështu që çdo kush nga ne, mos mendoni që ti je një nga ata më të vëllezër në kishë, mos mendoj që ti je një nga ata më të vëllezër në kishë, por ti je një nga bijtë e Perëndisë që Perëndia ka thuar, ka dëbuar aty ku je, sepse Perëndia do të të japësh dhe të marrësh diçka tamam si në familjen tënde. Amen. Zoti t'ju bekojë të gjithëve. Edhe ju motra dhe mua. Bekim. Unë e kam shumë për zemër, e kam patur si thirrje. Motrat e mia, unë dua që ju inkurajojmë të gjithave. Le të zgjohemi. Ka interferencë. E kam ndoshta nga mikrofoni rritet. Dua t'ju inkurajoj të gjithave. Ne kemi sfidat tona. I kemi të gjitha. Edhe ne që dalim duke qeshur, edhe ju të gjitha, njëra më shumë, njëra më pak. Por unë ju lutem, ju inkurajoj, le të bëhemi të gjitha bashkë, le ta thyejmë atë buat të fortë që na kanë mbajtur për kaq shumë kohë të mbyllura, të strukura, të ndrojtura, nuk e di se çfarë. Dhe le të dalim, kështu siç jemi, na ka krijuar Zoti në mënyrë të mrekulluar. Le të bëhemi të gjitha bashkë. Le të ngjejmë të zërin e brendshëm që ka gjithë secila prej nesh. Ne jemi të forta, ne jemi të bekuara, ne Zoti na do shumë, ndaj le të bëhemi të gjitha bashkë. Le të inkurajojmë njëra tjetrën dhe le të inkurajojmë edhe ato që nuk e kanë mundësinë tonë. Le të bëhemi një inkurajim i madh për gjitha motrat e tjera. Amen. Zoti të bekoj, motoria ta vëjë. Amen. Amen. Shumë bekime edhe për juve.
Dhe jevës mirë pra unë të dalë. Të gjithë të dalit, që që natën e mirë, dhe të gjohë e mirë në takimin e radhës. Shumë bekime në faqen e Zotit. Natën e mirë.